Në një fshat të vogël arbëresh në Kalabri, në vitet e errëta të shekullit 19, lindi një djali quajtur Jeronim Derada. Askush nuk e dinte atëherë, por ky djalë do të bëhej babai i rilindjes shqiptare. Që fëmijë ai këndonte Virgjilin, Danten, Petrarkën, Shakespearin. Në moshën 15 vjeçare dinte përmendësh vargje që studentët e universitetit nuk i mbanin dot mend, por jeta e tij nuk kishte rrugë lehtë. I vdiqe ama herët, vëllezërit ju përfshi në drama të rënda. Ai vetë u arrestua, u ndoq nga policia, u sëmur nga tuberkulozi dhe megjithatë nuk u dorëzua kurrë. Në vitin 1837 udhëhoqi një grup kryengritësish në Kozencë, një kryengritje që dështoi dhe shumë prej shokëve të tij u pushkatuan. Ai shpëtoi për mrekulli dhe atëherë kuptoi se duhej të luftonte ndryshe, me penë. Në vitin 1848 nxorri gazetën e parë shqiptare, L'Albanese d'Italia, dhe i dha shqiptarëve zërin e parë modern politik. Ai shkroi Milosaun, Serafinën, Rapsodit, vepra që ndezën ndërgjegjen e një kombi ende të pafilluar. Korespondonte me Fajkonicën, Dora Distrian, Zef Jubanin dhe zëri i tij u bë zëri i gjithë shqiptarëve. Në pleqëri i vetëm, i lodhur pasi humbi fëmijët dhe gruan, ai vazhdoi të shkruaj pa pushim. Në një shkrim ai tha: "Maqedonia është tokë shqiptare." Në një letër tjetër ai theksoi: "Shqiptarët duhet të qëndrojnë bashkë, ndryshe do të coptohen." Dhe historia tregoi se kishte të drejtë. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.